ndër vite Ramazani e Bajrami sipas jush? Unë e shoh një ndryshim. Jashari. Po, unë e shoh Ridvan një ndryshim të çështjes të Bajramit. E shoh një ndryshim, ndoshta nuk dua të jem, unë nuk jam prej njerëzve që dua pesimizmin, po në këtë rast ka ndryshuar pak gjërat. Atmosfera festive që mbretëronte më parë, jo shumë larg prej sot, 5 vite, 10 vite më tutje, atmosfera festive dhe gëzimit sot ka ndryshuar për faktin se sot edhe aspekti politik, edhe aspekti ekonomik, po ka ndikuar tek shoqëria jonë, po njëjtën kohë ajo që është që ka e zbeh pak është numri i madh i njerëzve tonë që kanë lëshuar vendin. Dhe kjo e bën migrimi, kjo e bën festën tjetër, sepse nuk ka asnjë prej nesh, as unë familjen time, as ju dhe as secili qytetar i këtij vendi, që nuk e ka dikë që nuk është prezent ditët festive. Kjo e bën basën pak më të dhëmshme edhe për ju. Unë mendoj që e bën shumë. Si lider, si udhëheqës fetar. Absolutisht po, absolutisht. Megjithatë e vereni këtë, nëse mund ta them, këtë breng që kanë edhe besim të shqiptarët kudo që është. Po, vëret sepse dita e Bajramit është ditë e gëzimit në shumë raste, po shndrohet nganjëherë në për vizita kur i bëjmë dikun janë disa lot pikëllimi të qytetarëve tonë, për shembull, sepse kuptohet ato rastet që ju mungon ndonjë antar i familjes, pasi që kanë dalë nga kjo botë, po njëjtën kohë edhe ka shumë të atill që kanë lot mërzijen këtë ditë. Vren familje të përgjysmuara, s'kan të afërt. Përgjysmuara që nuk i kanë. Në gëzim e pikëllim natyrisht. Absolutisht. Vërehet shumë. Në të dy situatat vërehet shumë mungesa. Megjithatë është rrugës që ne të inkurajojmë që ne që jemi këtu, që po veprojmë në vendin tonë, ta ruajmë këtë frymë vllazërore, ta ruajmë këtë frymë të unitetit, që është shumë rëndësi, sepse shoqëria jonë për fat të keq, mendoj, për fat të keq, uniteti që ka qenë vite më parë sot na mungon ai unitet. Uniteti thu mungon hoc. Unë mendoj që mungon uniteti, po mungon uniteti sepse shoqëria jonë është e tëra e polarizuar. Në një klim të polarizuar ekziston e vërtetë. Të gjithë kyqen në çdo temë, të gjithë debatojnë për çdo temë, të gjithë janë të gatshëm për çdo temë. Prandaj unë mendoj që Ramazani dhe Bajrami shpresoj të na ketë për mendim të mirë dhe të kthehemi dhe rikthehemi në natyrshmëri. Dhe rikthimi në natyrshmëri është që secilin fushën e kompetencën e vet dhe autoritetin e vet që ka. Rikthim në natyrshmëri, në kompetencën e tij të saj. Hoxha në fushën e vet, gazetarin e vetëm, ai tjetri kështu me radhë. Pra ne jemi bëni shoqëri që vëreni edhe këtë urrejtje me këtë ambient të polarizuar, ndërkohë që gjitha ligjërimet që bëni ju imam, në